Mbajt në Tiranë Ministeriali i Bashkëpunimit në Europën Juglindore, Ministri i Jashtëm Hasani deklaron se Shqipëria synon anëtarësimin brenda kësaj dekade. Debate në parlament për miratimin e nismave ligjore. Opozita pretendon se ato janë bllokuar, socialistët thonë se demokratët duhet të vinë në komisione. Dënohen me burgim të përjetshëm porositësi dhe vrasësi krye komisari Tartan Suku, ish drejtori i policisë së Vlorës, u ekzekutua për hakmarrje. Mbrëmje jashtëzakonshme në ekranin e Vision Plus, gjysmëfinalja e Ferma VIP e mbushur me surpriza. Sot mësohet kush largohet dhe kush shkon në finale. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Shqipëria është bërë edhe një herë qendër e diplomacisë rajonale, duke mbajtur në Tiranë Ministerialin e Bashkëpunimit në Europën Juglindore. Ministri i Jashtëm Hasani tregoi ambicien e qeverisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Ai foli edhe për luftën mes Izraelit dhe Iranit, duke u bërë thirrje palëve për vetëpërmbajtje. U mlodhë sot në Tiranë në kuadër të takimit të procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore, SECP, përfaqësuesit më të lartë të 13 shteteve të Evropës Juglindore. Gjatë fjalës hapëse, ministri i punëve të jashtme Igli Hasani theksoi rolin aktiv të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe në përshpejtimin e integrimit evropian, duke ritheksuar ambicien për anëtarësim brenda kësaj dekade. Shqipëria mbetet e angazhuar në rrugëtimin e vet transformues. Agjenda jonë e reformave nxitet nga angazhimi ndaj demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njerëzit. Zgjerimi i BE nuk është vetëm një proces politik, por edhe një investim strategjik në stabilitet e paqe për Evropën. Me çeljen e grup kapitujve negociues, Shqipëria është në rrugën e duhur për të çuar përpara anëtarësimin. Synimi ynë është ambicioz, por edhe i arritshëm për të çelur deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociatat deri në vitin 2027. Po punojmë me vendosmëri për të bërë Shqipërinë gati për anëtarësimin e plot në Bashkimin Evropian përpara fundit të kësaj dekade. Ky është objektivi rajonal. Suksesi i fqinjve tan është suksesi ynë. Hasani nuk la jashtë vëmendjes konfliktin e fundit Iran-Izrael, ndërsa bëri thirrje për përmbajtje nga dy palët, siguroi se Shqipëria mbështet të drejtën e Izraelit për t'u vetëmbrojtur. Ne jemi të shqetësuar nga tensionet e përshkallëzuara në lindjen e mesme, përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit që paraqesin rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të ruajtur sigurinë e vet dhe për të mbrojtur qytetarët e vet nga kërcënimet. Në të njëjtën kohë, i bëjmë thirrje Iranit që të ndalë aktivitetet e tij bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojë në përputhje me detyrimet e veta në kuadër të drejtës ndërkombëtare, përfshirë edhe traktatin për mos përhapjen e armëve bërthamore. Zhvillimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja katastrofike në rajone përtej. Shqipëria ju bën thirrje palëve të ushtrojnë përmbajtje maksimale dhe të angazhohen në përpjekje diplomatike, në uljen e tensioneve dhe në zgjidhje të qëndrueshme politike. Takimi i samitit do të vijojë deri në mbrëmje me fjalën e presidentit Bajram Begaj, seancën plenare të kryetarëve të delegacioneve, miratimin e deklaratës së samit deri tek deklarata e përbashkët për shtyp me homologun e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, dhe të Bullgarisë, Umen Radev. Tirana mori drejtimin për periudhën korrik 2024 qershor 2025, pas kryesimit të mbajtur më parë nga Shkupi, ndërsa do t'i pasohet në vijim Sofjes. Deputetët e Partisë Demokratike akuzuan mazhorancën se nuk ka kaluar për diskutim asnjë nga projektligjet e propozuara nga opozita, por socialistët fajsuan kolegët demokratë se janë ata që kanë braktisur prej kohësh komisionet parlamentare. Parlamenti pritet mblidhet edhe 4 herë para se shpërndahet për t'i hapur rrugë konstituimit kuvendit të ri në datën 10 shtator. Në këto seanca, një mbledhje është vetëm për problemet që deputetët hasin në zonat ku janë zgjedhur, e në 3 seancat e tjera do duhet miratohen të gjitha ligjet që kanë mbetur pa votuar nga kjo legjislaturë. Në total janë 115 projekt ligje, projekt marrëveshje, projekt rezoluta. Mes tyre 63 janë ligjet propozuara nga deputetët e opozitës, e Partia Demokratike kërkoi sot që ato të kalojnë në diskutim në javë të mbetura. Kërkoj zonja kryetare, me qenë se pas keni hartuar ju programin, të planizoni se kur iniciativat e deputetëve, veçanërisht iniciativat që kanë bëjnë
me interesin e qytetarëve. Është në interesin e qytetarëve që të miratohet minimumi jetik brenda kësaj legislature. Është në interesin e qytetarëve që të miratohet rritja e pensioneve brenda kësaj legislature. Janë gjithë iniciativa në dobi të qytetarëve. Do të jenë prioritet i punës së kuvendit. Por mazhoranca i kujtoi opozitës se pas 11 maj deputetët e Partisë Demokratike as nuk shkojnë në komisione për të diskutuar nismat ligjore, duke bërë të qartë se prioritet për Partinë Socialiste është miratimi rreth 20 akteve, të cilat kanë ardhur nga qeveria. Ju nuk jeni në komisione, kjo është e vërteta. Dhe nga ana tjetër kërkoni pastaj pse nuk futen nisma të tjera, pse nuk shtohen projekt ligje. Dakord, hajde shtojmë të gjitha, kemi 20 projektakte për 2-3 seanca, t'i bëjmë 40 po të doni, por duhet mos flisni nga vendi. Dikush duhet punoj, dikush duhet vinë në mbledhje. Në këtë javë të mbetura të kuvendit, para deputetëve do të raportojnë edhe drejtuesit e institucioneve të pavarura, mes të cilëve edhe drejtuesi i SPAK-ut, Altin Dumani, i cili do të jetë në Komisionin e Ligjeve në 24 qershor dhe javën e parë të korikut në seancë plenare. Ish kryeministri Sali Berisha nuk u paraqit sot në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë. Shkaku bë gjendja shëndetësore pasi është prekur nga virozat. Kryetari i Partisë Demokratike akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në bashkëpunim me dhëndrin e tij Amar Bermaltezi. Ky i fundi dyshohet edhe për pastrim parash. Prokuroria e posaçme thotë se Maltezi përfitoi nga privatizimi i ish kompleksit sportiv Partizani nëpërmjet procedurave që Berisha i thjeshtoi përmes pozitës së tij si kryeministër. Në 30 qershor pritet që Berisha të ulet në bankën e të akuzuarit për herë të parë. Në krye të amnistisë. Organizatori dhe vrasësi i kryekomisarit Artan Cuku janë dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e Tiranës. Ata u gjetën fajtor për atentatin me armë ndaj ish drejtorit të policisë së Vlorës, 8 vite më parë me motiv hakmarrjen. Gjykata penale mori vendimin për vrasjen e ish drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku, duke dënuar për jetë Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin. Krimi i rënditës ndodhi në 2017, ndërsa hetimet hodhën dritë mbi motivet që e shtyn Bledar Jambellin të organizonte vrasjen e tij. Sipas organit të akuzës, ish drejtori Artan Cuku e kishte hetuar e më pas edhe arrestoi Jambellin për 2 vrasje të vitit 2000, ndonse më pas ai u la i lirë e u shpalli pafajshëm, mori hak duke i marrë jetën kryekomisarit. Për ta vënë në zbatim planin, Jambellin ndau rolet ku Kristaq Leci i dënuar po sot ishte ndërmjetës mes tij dhe ekzekutorit të krimit Mikel Shallari. Ky i fundit u arrestua menjëherë pas ngjarjes, e më pas ndihmoi prokurorinë e kryeqytetit në zbardhjen e detajeve për realizimin e atentatit, duke marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Shallari përfundimisht përfitoi nga hapësira ligjore dhe u dënua me 10 vjet heqje lirie. Nga dëshmia e tij, ai tha se të nesërmen e ngjarjes së rënd u pagua 2000 euro, ndërsa më pas mori edhe disa pagesa të tjera 200 deri në 300 euro. Me gjithë përpjekjet për ta vënë përpara ligjit Bledar Jambellin me precedent të rrezikshëm penal, drejtësia shqiptare nuk ja ka dalë ende. Ai u arrestua në Greqi, por vendi fqinj refuzoi ekstradimin e tij, ndërsa sot Bledar Jambelli kërkohet edhe nga autoritetet helene për një tjetër ngjarje. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar la në burg ish administratorin e incineratorit të Fierit Loran Dusha, që u ekstradua 2 ditë më parë. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa u kap në Zimbabwe. Dusha nuk ishte prezent në sallën e gjyqit për shkak të disa problemeve shëndetësore, por u përfaqësua nga avokati i tij. Ai u dënua nga shkalla e parë me 4 vjet e 8 muaj burg, ndërsa më pas apeli prishi vendimin duke rikthyer dosjen e impjantit të djegjeve të Fierit për rigjykim me një tjetër trup gjyqësore. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mesditën e kësaj të hënë në fshatin Balldret të Lezhës. Një person ka rënë në një shpellë natyrale rreth 20 metra të thellë dhe përpasoj ka humbur jetën. Viktima është identifikuar si Prenk Mandreaj. Familjarët kanë njoftuar policinë për largimin nga banesat të moshuarit, të cilin pas disa kërkimesh kanë arritur ta gjejnë vetë brenda në një shpellë në mal përballë banesës së tij. Pas deklaratave të presidentit Amerikan Donald Trump se shmangu luftën mes Kosovës dhe Serbisë, ka ardhur edhe reagimi i kryeministrit Albin Kurti. Ai ka bërë thirrje ndërkombëtarëve të detyrojnë Beogradin të bëjë marrëveshjen që siguron njohjen.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar t'i bëhet presion Serbisë për të arritur normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Deklaratën kryeministri në detyrë e bëri teksa u pyet për një marrëveshje të afërt me Serbinë pas një deklarate të bërë një ditë më parë nga presidenti amerikan Donald Trump. Për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, herojin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa të thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Trump tha se gjatë mandatit të parë presidencial, Kosova dhe Serbia ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpër dhe ishte gati shpërthimi i një lufte. Por unë e ndalova atë. Biden i ka dëmtuar perspektivat afatgjata me disa vendime shumë idiote, por unë do ta rregulloj përsëri, shkroi presidenti amerikan pa dhënë detaje të tjera. Gjatë mandatit të parë të Trump, Kosova dhe Serbia arritën në shtëpinë e bardhë një marrëveshje për normalizimin ekonomik. Marrëveshja që përfshiu edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli nuk është zbatuar plotësisht. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve nuk është nënshkruar nga palët për shkak të refuzimit të Serbisë, por Bashkimi Evropian, i cili është edhe ndërmjetësues, insiston se marrëveshja është e detyrueshme për palët. Firma e VIP-ave rezervon një mbrëmje të jashtëzakonshme me gjysmëfinalen e spektaklit në ekranin e Vision Plus. Sot do të mësohet edhe emri i fermerit që do të ndërpres rrugtimin vetëm pak ditë nga finalja e madhe. Numërimi mbrapsht për fermerët e edicionit të dytë të Ferma VIP ka nisur. Tensioni dhe emocionet janë të pandalshme për 3 finalistët e shpallur tashmë, por edhe për 4 fermerët që ende luftojnë për një vend në finale. Jo, mërë nuk më i marrën të tine, se dëmë falë që apëtën. Në një garë të ashpër për të fituar të çmimin e madh janë Erandi, Big Mama dhe Big Basta që kanë siguruar një vend në finale. Ata kanë treguar forcë, guxim dhe strategji në çdo fazë të lojës. Gjitha materialet e mundshme për të ndërtuar dy. Megjithatë, gara për të prekur finalen nuk ka përfunduar edhe për 4 fermerët e tjerë të mbetur në lojë: Yllin, Anduelin, Andrean dhe Elinarën. Këta dy të fundit sonte do të kenë një përballje vendimtare ku është publiku ai që përmes votës vendos se cili prej tyre do të ndërpres përfundimisht mundësinë për të vijuar rrugëtimin deri në datë 20 qershor. Hajde mirupafshim tash, bëni çfarë doni. Zhvillimet e fundit në Ferma VIP kanë qenë mjaft dinamike. Strategjitë e lojës kanë arritur nivelet më të larta, pasi çdo lëvizje apo shfaqje dobësie mund të ketë pasoja të drejta të çdo konkurrent. Në përpjekje për të mbajtur pozitat e tyre, fermerët kanë treguar një angazhim maksimal. Me vetëm 5 ditë të mbetura deri në përfundim të kësaj gare, tensioni është tejet i lartë dhe askush nuk mund të parashikojë se kush do të jetë fituesi i këtij edicioni. Por një gjë është e sigurt, spektakli do të arrijë kulmin e tij dhe do të mbetet në mendjen e publikut për një kohë të gjatë. Por më shumë zhvillime ndiqni natën gjysmëfinale dhe përgatituni për një finale të jashtëzakonshme vetëm në ekranin e Vision Plus dhe 2 kanalet të dedikuara të platformës Stream. Konkursi i muzikës klasike për artistët e vegjël i organizuar në Shkodër që mban emrin e kompozitorit Pjetër Gaci ka kurorzuar fituesit. Me çmimin e parë është vlerësuar 13 vjeçari Gabriel Darajati, i cili jeton bashkë me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për 5 ditë me radhë, skena e teatrit Migjeni në Shkodër u kthye në mikpritsen e artistëve nga të gjithë trojet shqipfolse, Europa dhe Amerika e Largët, që u bashkuan në edicionit e 24 të konkursit ndërkombëtar për të rinj në fushën e muzikës klasike. Performancat artistike nga më të vegjëlit e moshës 7 vjeçare deri te kategoria e të rriturve në piano, harqe, kitar, fizarmonik dhe kanto u mbyllën me shpalljen e çmimeve, ku 13 vjeçari Gabriel Darajati, lindur dhe rritur në Pensilvani, mori çmimin e parë në piano. Mes emocioneve në pak fjalë të shprehura në anglisht, ai nuk e fshel lumturinë. Një festival shumë serioz dhe i organizuar në mënyrë perfekte. Juria ka punuar në mënyrë profesionale. Çdo garë ka vështirësitë e veta, e duke parë këto muzikantë shumë të mirë, vendimet u bën më të vështira për ne, por ishim të gjithë një zëri kur vendosëm fituesit.
Për organizatorët, kjo ngjarje artistike e përmbushi më së miri misionin. Ndoshta është një kompeticionet e rëndësishme, jo thjesht për nga numrat, por nga pjesëmarrja, nga gjeografia. Unë insistoj gjithmonë te gjeografia. Kishim rreth 30 konkurrent nga Malizi, po aq konkurrent nga Kosova, nga territoret e tjera shqiptare, edhe pastaj numrat shkputur edhe nga shtetet e tjera, nga Shtetet e Bashkuara, nga Italia e tjerë. Jam jashtëzakonisht i lumtur dhe nuk e prisja këtë çmim. Dua të falenderoj mësuesen time, maman dhe të gjithë që më vlerësuan. Çmimi i dytë shkoi për Krisa Gjikën në kanto, ndërsa çmimin e tretë e fitoi Sibora Resyli në violin. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.